Pensionistët e Vlorës të pakënaqur me indeksimin e pensioneve në vlerën e 2.7%, por edhe me bonusin, me vlerat e pensioneve që përfitojnë, ata shprehen se rritja prej 2.7% është përkthyer në 3.000 deri në 5.000 lekë shtesë në pensionin e këtij muaji, duke patur parasysh vlerat qesharake të pensioneve që përfitojnë çdo muaj. Ata thonë se kjo rritje nuk mjafton, sipas tyre me vlerat shtesë që marrin nga indeksimi nuk mund të bëjnë dot asgjë. Pensionistët e Vlorës komentojnë po ashtu edhe bonusin e verës, ku vlera prej 5.000 lekë të dhëna për ta nuk i quajnë zgjidhje. Ky bonus sipas tyre jepet 2 herë në vit, ndaj zgjidhja është vetëm rritja e pensioneve që vazhdojnë të jenë ende të pamjaftueshme. I pakënaqur. Pse? 2.7%. Mora 4.000 lekë shtesë. Çfarë mund bësh me 4.000 lekë? Urdhro? Me 4.000 lekë çfarë mund bësh? Pish 2 kafe. Po bonus ju dha? Na dhanë dhe 5.000 lekë të reja bonus. I mjaftueshëm? Jo, s'është mjaftueshëm, po të bëjmë shumë. S'kemi që bëjmë, kaj ta japin. Nuk na del. Kemi laçe, drita, ujë, shumë nuk na del. Cila është zgjidhja? Zgjidhja, çfarë zgjidhje? Sulm, protesta. Duhet rritje pensionit? Duhet rritje pensionit? Po si s'duhet. Se mund t'jetoq në 150.000 lekë të marrë unë të vjetra, se mund t'jetoq. Bëndogje, jo. Ja provojet e vetë, ja. Sa kishë rënë rritja? Rritja... Se kam bërë dhe i mirë. Si ke bërë Duhet të ullë. Pa, i sa është 10. A kësa është raportur, 2.7%, mu marrë në 110, sa vete. Ka rëkat 5.000 lekë? 4.000 lekë, 3.000 lekë. Si e cilë son rritja? Shë mjaftueshme? Po sa rritja në jemi andej, po mos ishim në negacioni, si ngorë bukë. Si janë pensionet tu? Tu? Pasti, të rojnë karamaqë të i mbanjë të këtu. Po bonusin e more bonusin? Po. More pensionet? E mora. Sa të kishë rënë rritja? Po, goxha, unë kam qenë ushtarake dhe marrë një pension shumë të mirë me krahasim me popull. Po, Si e cilëson këtë rritje? unë e vlerësoj shumë mirë rritje nga dalë, si i thonë fjallës, në fjallë popullore, gur bëhet muri. E shumë, nga dalë në popull, unë jam mirë me krahasim me popull. E nuk janë për pensionin. Po me gjitha të, ka nevoj shumë për shtesën e mesme, shtesën e urë dhe shtesën e mesme, e nëse jemi për shumë ka qenë mësuse këtu, në dhjetore për 15 dhjetori, e me një pension 150.000 lekë. Nuk jam vlerë. Po kjo në gjithë botën ta di se unë jetoj kam 24 vjet në Amerikë. Edhe ta di ta zotin, di gjithë që flasin qeveria, nuk i ngrit pensionin qeveria, i rrisi sigurime shoqërore. Edhe unë atje ku marr pension në Amerikë, më rritet 2.5, nuk marrit shteti, nuk marrit unioni, si ta them fjalën. Po kish 2.7. 2.7. Sa të ra rritja? Sa? 4-5.000 lekë. Si është? Si rritja? E mjaftueshme? Po e mjaftueshme s'është, ne duam bankën të gjithë. Nuk ja del dot, Jo, se dalë dot. Po bonusi? Bonusi 50.000 lekë. 5.000 lekë. Si e vlerëson bonusin? Po gjithë janë shpak. Është zgjidhje kjo bonusi apo duhet të rriten pensionet? Po sot zgjidhje duhet të rriten pensionet, duhet të qartë. Ka qartë shumë pak para. Bëjmë do të gjithë, bëjmë do të gjithë. Ja, për dyja me burë e grua. 210.000 lekë. 210.000 lekë, ka që marrë me. Morë me ato bakshishtin. Sa të ra rritja? Ja morë 50 grua, ja. 50. Bonus? Bonus. Si e vlerëson bonusin? Ja, një kafe. Një kafe, ne duham këtu, ne kemi për shumë shtona këtu, ne kemi çdo muaj. Ja, si sa ka gruaja, si sa ka muaj. Ja pensioni. Po rritje, patë rritje pensioni? Rritje pensioni, patë? Në është i që di unë që paten janë është a që bërë... 2.7% rritje, si është? Në remonti, unë kesh këtu në 150 pensionin. Sa ka marrë shtesë në është? A i 2.7. Po, 2.7. E marrë 5.000 lekë shtetë? Po, 5.000 lekë, roda unë. Qa mund dush me 5.000 lekë? Ja mere remonti, së vedet marrë do të një kile. Merë një dy buki. Është zgjidhje kjo apo duhet të rritem pension? Po qarë thua për neve është varri.
Dhe me të varrosu neve. Pensioni që varrosu. Mos e zi shkëto fare. Jam ashti. Mere më dy burre gruane, marëm këto para. Dele aty... 300.000 lekë. Ajo vetë 80.000 lekë vete drita uje, telefone. Duke nisur nga një korriku që prej orëve të para të mëngjesit, pensionistët e Vlorës u dyndën në dyert e postës shqiptare, ku krahas pensionit mujor të indeksuar në vlerën e 2.7%, përfituan edhe bonusin në vlerën prej 5.000 lekë të ri.